Iri është këshilltari i Bezet Pacollit, ish presidenti Republikës Kosovës, ish ministër i jashtëm, ndërkohë duke qenë afër tij ka arritë të siguroj kontakte, krijoj kontakte me njerëz të cilat po i përdor në të mirë të Kosovës. Natyrisht bashkë me Bezet Pacollin, sepse ai është lokomotiva e gjithë këtij procesi. Jetëler ju keni sjell një njohje, mbase ndër më të rëndësishmet. Kjo njohje bie pas një pauze të gjatë, domethënë gati 5 vjet prej kur na njohu Israeli. Si e sollet këtë njohje për Kosovën? Duke qenë po ashtu se nuk keni pozitë në shtet, si jeni ministër, nuk keni kurfar funksioni publik, por vetëm si afarist zoti Pacolli dhe jo afër tij, i sillni Kosovës diçka kaq të mirë. Në fakt nuk është, rezultatet nuk janë të rastësishme në këtë drejtim. Aktiviteti i zotit Pacolli në të mirë të vendit në drejtim të afirmimit të Kosovës në arenën ndërkombëtare nuk është i tanishëm. Publikun Kosovë, qytetarët, mediat, gjithë këtë aktivitet, për këtë aktivitet janë të njoftuar që më shumë se 20 vite paka shumë. Zoti Pacolli duke qenë edhe jashtë politikës, në periudhën 2003-2004, kapacitetet e veta të ndërtuara kryesisht në fushën e biznesit, i ka orientuar në drejtim të lobimit për pavarësinë e Kosovës në atë periudhë, siç mund ta dini në periudhën 2004-2005 zoti Pacolli ka krijuar një organizatë e cilës linë kishte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe e cila në mes nxirjen e vet kishte personalitete dhe figura të njohura me influencë të madhe në Washington në atë periudhë, dhe që për qëllim kishte sensibilizimin e opinionit politik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për mbështetjen e shpalljes së pavarësisë së Kosovës në atë periudhë. Në momentin pastaj të shpalljes së pavarësisë, e cila natyrisht ishte me sponsorizimin e SBA-s, zoti Pacolli fuqinë, kapacitetet e veta i orientoi me njëherë në drejtim të lobimit për përfitimin e njohjeve të reja për Kosovën, të cilat janë po ashtu të nevojshme, dhe që aktiviteti i tij dhe joni pas tij ishte kryesisht në këtë drejtim. Për rastin e fundit, nuk është diçka që ka filluar vitin e kaluar ose kohët e fundit, por puna në këtë drejtim pa të filluar që nga viti 2009-2010, normalisht me krijimin e kontakteve, sepse deri te ardha e një njohje, e veçanërisht të shtetet e mëdha dhe që kanë influencë të madhe në regjion ose në kontinent, nuk është e lehtë. Aktiviteti në Kenya konkretisht, pa të filluar në 2009-2010, duke u intensifikuar në periudhën 2016-2017. Pra ajo që dëshiroj të them është që nuk është një gjë që arrihet lehtë, arrihet në një periudhë shumë të shpejtë, por që nevojitet investimi i kohës, energjisë, i kapaciteteve dhe çdo gjë tjetër deri te ardha e rezultatit. Pra, ardha e njohjes nga Kenya, përveç se si momentum, për shkak se në 5 vitet e fundit në Kosova nuk pati ngecje në këtë drejtim, që nga periudha kur Kosovës i erdhi njohja nga Izraeli, një njohje jashtëzakonisht e rëndësishme edhe për faktin që erdhi se si erdhi në zyrën e valet presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e ka rëndësinë e vet dhe e cila pastaj edhe duhet të edhe besoj që duhet të shfrytëzohet nga autoritetet e Kosovës
që në këtë drejtim të ketë angazhim edhe më të madh, sepse njoja nga Kenia tregon edhe një gjë, që Kosova e ka mundësinë e vet që të avancojë në këtë drejtim, por nuk po punon në këtë drejtim. po duhet ta fokusoj energjinë, duhet ta fokusoj punën edhe angazhimin, sepse Kosova ka pasur ngecje edhe përveç në drejtim të përfitimit të njojeve, edhe në drejtimin e antarësimit në organizata ndërkombëtare që janë jashtëzakonisht të rëndësishme Edhe që janë shumë natyrisht. për vendin tonë, edhe që përveç përfitimeve financiare ka edhe përfitimet të programeve të ndryshme.